أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندريم الله المضروار تبارك وتعالى تشي بركة الأرض مضريستي صلوات والسلام إدرقوي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين فاميليا ستي shokëve të tij besnik dhe të gjitha atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar në emrin e Allahut të madhruar te bareke ve teala po fillojna me komentin e surës El Hadid, hekuri. Sura El Hadid, kaptina surja e hekurit, është quajtur sura e hekurit sepse përmendet hekuri në këtë sure. Përmendet hekuri në këtë sure, respektivisht në ajetin 25 të saj, se si madhi Allah zbriti hekurin nga lartë, nga qielli poshtë në tokë për nevojat e njerëzve. Kjo sure është medinase, që do të thotë se është zbritur në Medinë dhe kjo me konsensus siç e thot Kurtubiu dhe ulema të tjerë. Përshtatshmëria e kësaj sure me surën paraprake, surët al-Waqi'a, i madhi Allah Azza wa Jall surën paraprake përfundoi me urdhër për t'i bërë lartëmadhërisë së tij tasbih, për të lartësuar Allahun, ndërsa këtë sure e fillon me tasbih, me madhërim, me lartësim të madhin Allah te bareke ve teala. Kjo sure ka tema të ndryshme, duke filluar me pushtetin e gjerë absolut të të madhit Allah Azza wa Jall, pushteti i tij është i pafund dhe se çdo gjë është nën kontrollin, nën mbikëqyrjen e tij dhe me vullnetin e tij. Cek i madhi Allah disa emra të lartëmadhërisë së tij e që ceken vetëm në këtë sure dhe në asnjë sure tjetër. Urdhëron i madhi Zot besimtarët, muslimanët, që të japin
të japin nga ajo çfarë ka dhënë Allahu, edhe që me pasuritë e tyne ta mbrojnë, ta ruajnë dinin islam, ta çojnë përpara fenë Allahut azza wa jall. Kjo sure gjendjen e muslimanëve dhe të munafikëve ditën e Kiametit. Shkurtimisht shembuj nga pejgamberët e dërguar si Nuhi alayhi salam, Ibrahimi, Musa e Isa. Dhe Allahu azza wa jall këtë në fund e përfundon këtë sure duke e cekur shpërblimin e besimtarëve që besojnë në Zotin hak, edhe se udhëzimi është dhuratë e veçantë të Zotit, e jap kujt të don te bareke ve taala. Kjo sure është 95-ta e zbritur me radhë për nga renditja e zbritjeve. Ka zbritur pas surës Zilzal, idha zulzilatil ardu zilzalaha, dhe para surës Muhammed. Pra, pas surës Zilzal dhe para surës Muhammed, apo surës Al-Qital, sa e sura Muhammed, që kemi shpjeguar me herët i ka dy emra, quhet suratul Qital. Është 57-ta e renditur në mushaf të cilën e kemi para vetes. Vije pas surës Al-Waqia. Ka 29 ajete, 544 fjalë, e thuhet edhe ndryshe, dhe ka 2476 shkronja, e thuhet edhe ndryshe. Tani pas kësaj hyrje, rreth kësaj sureje të bekuar, me emrin e Allahut azza wa jall, duke mbështetur atij dhe duke kërkuar prej tina lehtësim, e sukses, e bereqet, shkojmë të komenti ajeteve të para të surës El-Hadid. Andaj themi ma saudhu billahi minash shaitanir rajim, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim. Allahun e lartëson, i bën tasbih. Çdo gjë që gjendet që është në qiell dhe në tokë, Allahun e lartëson, i bën tasbih. Thot subhanallah në gjuhën e vetë. Çdo gjë çfarë gjendet në qiell dhe në tokë. Wa huwa al-azizu al-hakim, ai është i plot fuqishmi, i urti. Kemi shpjeguar apo me ne kanë kaluar edhe ajete tjera të ngjashme, të cilat tregojnë se Allahun e madhëruar e lartësojnë, i bojnë tasbih. I bojnë tasbih dhe me thonë e lartësojnë, e madhërojnë, për njëshmërinë e tina dëshmojnë, për tauhidin, për njëshmërinë e Allahut, për fuqinë e Allahut, për kudretin e Allahut, për rahmetin e Allahut, për urtësinë e Allahut dhe për cilësitë e tjera të madhe të Allah. Dëshmojnë krejt çfarë ka në qiell dhe në tokë. Ajetet e tilla na kanë ardhur shumë, ndërto ajete surës Isra. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihinna. Allahut i bëjnë tasbih 7 palë qiell dhe çfarë ka në to dhe toka. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dhe nuk ka diçka që ekziston e që nuk i bën tasbih atij duke falendëruar atë. Walakin la tafqahuna tasbihahum, por ju nuk mund ta kuptoni tasbihin e tyre të krijesave. Të lëvizshme, të palëvizshme, të mençura, të ngurta. Dhe që kemi folur dhe në ajete tjera
Po kur kemi folë për Davudin a.s. se si me të bënin tasbih, kodrat, shpezat lartë në qiell dhe krijesa tjera. Andaj ulemat, sa për ta kujtuar, e pastaj për të kaluar te ajeti tjetër, kanë thonë se tasbih është për madhru me lartësu Allahun se që thash pak me lartë. Tasbih është thjesht me bë dhikr, po tasbih është edhe me njësuar Allahun, me madhru. Për ta kur themi Allahu Akbar, la ilaha illallah, krejt janë tasbih. Tasbih është me dëshmu se ai është një. Dhe është i vetëm, dhe së është krijuese, dirigjuese, furnizuese të tjerë. Ndaj ulemat kanë thënë se tasbihi mund të jetë real me gojë, e që i bie, ati ne i bën tasbih. Çfarë ka në qiell dhe në tokë me lasit janë në qiell, i bëjnë tasbih Allahut të madhëruar. Madje pa ndërpret që kur janë krijuar deri në fund dynjas. Por tasbih i bëjnë atina edhe në tokë, njerëzit, shumë njerëzit. I bëjnë edhe shumë për gjinëve, i bëjnë tasbih Allahut në tokë. Për krijesat e mençura. Dhe kjo është e qartë e lehtë, por për krijesat e jo të mençura, e që janë të ngurta, kodrat, malet, detet, pemt, perimet, dronjët, shkëmbënjt, planetet, dielli, hana, yjet. A thot tasbihi i tyne është tasbih në kuptim. E që i bjen gjuhën arabe me gjaz në kuptim. Pra ato të dëshmojnë, e vërtetojnë lartmadhërinë e Allahut, dhe se ai është një, dhe se ai nuk ka rival, dhe se ai është pa fillim e pa mbarim e tjerë, dhe se vetëm ata duhet me madhëru të tjerë. Apo i bëjnë tasbih me gjuhën e tyne që u ade vetëm Allahu i madhëruar dhe as kush tjetër. E që, si që thotë Ibn Atije, kjo është mendim shumë ulemave. Për ata Allah i madhë këtë vërtetën edhe ajeti kuranor që thamë pak më herë të surës Al-Isra, walakin la tafqahuna tasbihahum, por ju nuk e kuptoni tasbihin e tyne. Dhe ne kemi sjellë argumente atje më herët se Allahu alem, kjo është e vërtetë. E dyta, çdo gjë Allahu të bën tasbih. Pra, ose mund të jetë kjo tasbih në gjuhën që Zoti u njeh krijesave, edhe ato me gjuhën e tyne i bëjnë tasbih Allahut te bareke wa taala, ose i bëjnë tasbih në aspektin kuptimor, dëshmojnë për vërtetësinë e tij, e vërtetojnë lartmadhërinë e madhe të Allah dhe pjesë e sajna i nënshtrohen urdhrave, direktivave të madhe të Allah te bareke wa taala, as gjë, as sa do një pjesë vogël nuk dalin jashta pushtetit Zotit, jashta urtësisë së Allahut që e ka mbjellë të ato krijesa. Por pse mos kuptohet edhe ajo që e cekëm me lartë se çdo gjë Allah të bën tasbih, gjuhën, formën e vet. Ajo është krijuesi i tyre. As ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atje se bretkohet sa i bën tasbih Allahut në mbrëmje. Mos e mbetni bretkohet sepse ai bën tasbih Allahut, veç atë pjesë mbrëmje. As ka thonë atje se kënusi, mos e namni kënusin sepse ai thret Zotin e shtëpisë, më fal, që u fal.
A nuk janë ku deva pejgamberit alayhi salatu wassalam? A nuk janë ku palma hurme pejgamberit alayhi salatu wassalam? A nuk bënin tasbih shpes me Davudin alayhi salam? A nuk falte Sulejmani me pubzën atje, me lyngonën atje që kemi të sekur në surat an-Naml, dhe kështu me radhë. Sa të dush argumente ki. Sa të dush. Andaj mundesh me bartë ashtu, mundesh ashtu, por për neve besimtarët që kemi besu shumë a shumë sa kaq, është e thjesht kjo punë. Allahun e lartëson, e madhron, i bën tasbih çdo gjë çfarë ka në qiell dhe në tokë. Dhe kaq, wa huwa al-azizu, dhe ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ai është i plot fuqishëm, fuqia e tij nuk ka fund. El-Hakim është i urtë, urtësia e tij është e përkryer. Zotën, veprat e tina, krijesat e tina, tregojnë për urtësitë e tij te bareke ve taala. Qoftë në vetë njeriu, qoftë në krijesat e tjera, të cilat i shef, i vren, i studion, i kupton, i analizon robi, e sheh se çfarë urtësish kanë to. Dhe pse i ka krijuar Allahu ato, një pjesë të këtyre urtësive e kupton ai. Dhe ato që nuk e kupton, thot Allah halem për ka urtësi edhe në to, por ne nuk kemi arrit me kuptu. Sepse s'ka mundësi Allahu të krijojë diçka pa urtësi. E që i bie s'ka mundësi të krijojë Zoti diçka kot e kot. Nuk ka mundësi. Robi ka mundësi, jo Allahu. Kjo është pjesë e akides. Nga sa ai që krijon kot e kot, ai është i nveshur me cilësi të mosdijes, të ignorancës. U mënu me bë diçka, i dul diçka, apo vetë dul që ashtu pa ndonjë plan, pa ndonjë dije paraprake. Kjo është mangësi. E mangësia e përket krijesës e jo krijuesit. Pra është i urtë, Hakim ka hikmet në çdo gjë çfarë ka krijuar i madhi Allah te bareke ve taala. Lehu mulku samawati wal ard. Ati përket pushteti i qiellit dhe i tokës. Ai është pushtetar. Ai është mbret. I qiellit dhe i tokës. Çdo gjë është në dorën e tij. Krejt që ka kanë qiell dhe që kanë tokë, që ka farën janë në tokë, apo që kanë tokë janë dorën e tij, janë pronë e tina, janë mulk i tina. Mulk, dhe më thonë pushtet. Malik, pushtetar. Allahu është pushtetar i çdo gjëje. Çdo krijesë është brenda dhe nën pushtetin e tij. Yuhyi wa yumit. Allahu jep jetë. Wa yumit jep vdekje. Kush jep jetë? Kush jep jetë, la ilaha illallah, fjalorin të kush i falë fëmijët, kush i falë krijesat, kush i bën me dalë pa qenë, me qenë gjalla, që është jetë me kriju. Kush? Po dhe shpesve, po dhe bimve, pas të thahën e të vdesin në dimrit. Kush jep jetë? Yuhyi jep jetë, o yumit jep vdekje. Allahu jep jetë, Allahu jep vdekje, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe ai për gjithë çka dhe për çdo gjë është i plot fuqishëm. La ilaha illallah. Nuk ka diçka çka nuk mund ta bëj i madhi Allah, apo që dën Zoti të bëhet e që ai nuk bëhet, nuk ka. Ai është ala kulli shay'in qadir. Për çdo gjë i plot fuqishëm. Pra ta ne këta ala kulli shay'in qadir shumë e përdorëm. E dënë Zoti këte. Sepse ne dëshmojmë me gojë, me mendje, me tërë qenjen tonë, se për Zotin asgjë s'ka të pamundur. Pra ta mas të namazë, mas dhe të spije, dhikr themi la ilaha illallah wahdahu, la sharika lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, pjesë e kësaj. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe ai për çdo gjë, qadir ka fuqi, është i fuqishëm për çdo gjë, pra mund të bëj çfarë të doj. Sepse cek më larg pushteti i tij
është pushteti I qiellit dhe I tokës dhe çdo gjë është në pushtetin e Tij. La ilaha illallah. Ka kush që del para Zotit? A ka kush që mund të ndalë të bëhet ajo që don Zoti të bëhet? Pa ka kush që mund të bëjë atë që nuk don Zoti të bëhet? S'ka. Nuk ka. Për ata ne themi çdo gjë është me dijen e Zotit, me vullnetin e Zotit, me caktimin kaderin e Zotit. Sepse po të ndodhë diçka, çka nuk don Zoti, çka I bie, nuk qenë ka Zoti plotfuqishëm për çdo gjë. Dhe po del ka diçka ja për shteti, jashtë për shtetit të Tij. Zbahet kjo punë. Masha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Çka don Zoti bëhet, po çka nuk do Zoti nuk bëhet. Për ata për mos shndru temën, Mu'tazilit janë qërtuar fort për ehli sunetit, fort janë qërtuar. Sepse kur kanë prek të kaderë atje, në thonë mira, është për Zotit, dhe ja atribuojmë Zotit, por të keqja nuk ka për Zotit, ande nuk ja atribuojmë Zotit. Të keqen Zotit merr vesh kur ndodh, nuk ka dash me ndodh, por robi deshti me ndodh, dhe bëri të keqen, dhe Zotit dënon për të keqen. Pra, nuk ka dash me ndodh, dhe robi ka dash me ndodh, dhe ka ndodh, për diqa për flet. Ke I bie se pas ka ndodh diçka jashtë vullnetit të Zotit. S'ka mundësi, o ju njerëz. E çështje tjetër kthehemi te Hakimi Amritina I urti. Pse lejej më ndodh? Pse lejej këtë vrasje? Pse lejej këtë zullum? Pse lejej këtë varfëri? Pse lejej këtë skamje? Pse lejej këtë degenerim? Pse lejej këtë prishje? Pse lejej këtë fesad? Të madhë më bën tokë? Janë urtësitë e Tij te bareke ve taala. Ato I përkasin emrit El Hakim dhe cilësisë së Tij El Hikmetu, që ai është I urtë dhe në çdo gjë ka urtësi. Më pas Allahu I madhruar cek 4 emra të Tij. Dhe thot Allahu: Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahu është I pari, wal-akhiru është I fundit, wal-zahiru është I larti, wal-batinu është I afërti dhe ai di çdo gjë. Pra, kemi 4 emra që përmenden për herë të parë këtu në Koran. Dhe vetëm në këtë ajet koranor përmenden këta emra, I pari, I fundit, I larti, I afërti. El-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu. Këta 4 emra, po kështu të 4-tit, janë përmend edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Ebu Hurajra, edhe që e transmeton Imam Muslimi, Allahu e pasqyrua, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot sahabët dhe që kur shkojnë më me fjet, me knu këtë do, këtë hadith, këtë lutje, dhe pjesë e sajna është Allahumma anta al-awwalu laysa qablaka shay, falaysa qablaka shay, o Zoti I pari, asë gjë nuk ka para teje. Allahumma anta al-awwal, falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru, falaysa ba'daka shay, wa anta adh-dhahiru, falaysa fawqaka shay, wa anta al-batinu, falaysa dunaka shay. Iqdi anna dayn waqnina min al-faqr, na lan neve borxhin dhe na pasëron, na largon varfërinë. S'ka pjesë fundi hadithit. Pra pejgamberi alayhi salatu wasallam, o Zoti jon, që Ti I pari dhe nuk ka asë gjë para teje. Tash për komenton ajetin koranor, huwa al-awwalu, ai është I pari. Çka I pari? I pari ku nuk ka asë gjë para Allahut. I pari nga se nuk ka asë gjë para Allahut. Imam Taberiu në kuptim të këtij ajeti, thotë kjo fjalë të këtij emri,
I pari pa kufi. Nuk ka para Allahut asë gjë. Alusi thët, I pari para të gjitha krijesave të tij. Ashtu që Allahu I madhruar ka qenë para çdo gjëje, madje edhe para kohës, sepse e ka krijuar kohën. El-awwalu I pari, I pa fund, pa fillim. El-akhiru I fundit. I fundit nuk është për qëllim I fundit pasi që shkatërrohen krijesat e tina. I fundit pasi që të shkatërrohen krijesat e tina, mbetet larg madhëria e tij. Nuk është për qëllim I fundit shkatërrohen pasi shkatërrohen të tjerat, hashahu, por I fundit mbetet Allahu kur shkatërrohet çdo gjë dhe mbetet larg madhëria e tij te bareke ve taala. E që I bie el-awwalu I pa fillim, el-akhiru I pa mbarim. Allahu është I pari, I pa fillim dhe është I fundit, I pa mbarim te bareke ve taala. Huwa el-awwalu wal-akhiru, I pari fundit, wal-zahiru wal-batin. Allahu I madhruar është ai I cili është më I lartë. El-zahir është më I lartë. Më I lartë, e që Imam Taberiu thot el-zahir është ai I cili është mbi çdo gjë. El-zahir është ai I cili është mbi çdo gjë, mbi të gjitha krijesat e tij. E Allahu është mbi arshin e tij. Dhe ky ajet është argument shtesë se Allahu I madhruar është lartë dhe është mbi krijesat e tina dhe se asgjë nuk ka si për ti te bareke ve taala. Pra këtë sharon edhe hadithi që cek pak më herët. Wa anta zahiru laysa fawqaka shay. Dhe ti je më I lartë, asgjë Zot nuk ka si për teje. Te bareke ve taala. El-zahir mund të ketë edhe kuptim tjetër, edhe nga ana e gjuhës, edhe nga ana e kuptimit të shariatik të kemën I Allahut. Siç ka thënë Khattabi, el-zahiri mund të jetë për qëllim, kuptimi I tina, el-zahiru I dukshëm. Sepse kur ndëgjon dikën gjuhën arabe ka thënë el-zahiru, ti e kupton më një herë se ka fjalën po duket, po shifet. E Allahu nuk shifet. Po el-zahiru I dukshëm me gjurmët e tina, I dukshëm me veprat e tina, I dukshëm me argumentet e tij, të cilat dëshmojnë për ekzistimin e krijuesit Allahut të madhruar te bareke ve taala. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. El-batinu është më I afërti. Kur nuk ka asgjë më afër krijesës se sa ai, se sa krijuesi. Për atë Imam Taberiu ka thënë, el-batinu është I afërti e çdo gjëje që nuk ka diç më afër atij sendi se sa lart madhëria e tina. Siç ka thënë Allahu, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ne kemi krijuar insanin dhe e dim se ç'përshpërit në sytet e tina, nefsi tina dhe ne jena më afër tij se sa damari I qafës. El-batin I afërt. Allahu është afër robit I tij me dijen e tina, me shikimin e tina, me rahmetin e tina. Te bareke ve taala, me cilësitë e tina. Allah është afër robit me cilësitë e tij. Mund të jetë kuptime gjithashtu el-batin, siç ka thënë Khattabi, është ai I cili është I msheft, sepse el-batin është e kundërta el-zahir. El-zahir I dukshëm, el-batin I padukshëm. I padukshëm me shqisa, I padukshëm me syrin e insanit. Nuk shifet Allahu, por shifet me syrin e argumenteve. Atyre që mendojnë, e logjikojnë dhe shikojnë argumentet e Allahut e gjejnë se pas secilës krijesë
është i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Kështu që i bie kuptimi se i madhi Zot është i dukshëm, al-zahiru wal-batin, i dukshëm nga krijesat e tij, me gjurmët e tij, i pa dukshëm me sytë e insanit, por me gjurmët e krijesave të cilët i ka krijuar te bareke wa taala. Wa huwa bi kulli shay'in alim, dhe ai është i gjithdijshëm për çdo gjë, çdo gjë. Nuk ka diçka që i ik, që i shpëton dijes së të madhit Allah te bareke wa taala.